grupin tim të kolegëve ndërtuam një projekt për një lagunë në Shqipëri që është kjo e Kun e Vajinit. Pse ajo lagunë? Sepse është shumë e pasur në biodiversitet. Ka shumë shpend që folezojnë atje, shpend pelikani kaçurele, gjithë këto. Pra një zonë e rëndësisë veçantë të gjitha me radhë. Dhe shkuam. Dhe ajo çfarë gjetëm, për të rënë fare shkurt, është që në të gjitha gaforret që ne morëm, dhe janë këto gaforret blu që njerëzit edhe i përdorin në gatim, në për restorante, të gjitha pa përjashtim kishin plastik brenda, mikroplastik brenda. Dhe pastaj kur analizuam çfarë përmbajtje kishte kjo mikroplastik, kryesisht ishte ftalate që vijnë nga shishet e plastikës, apo edhe nga shiringat, domethënë produktet mjekësore që ne përdorim, shiringa, paketat e ilaçeve e këto me radhë. Duke qenë që është në fund, ajo ushqehet me çdo gjë që ka fundi. Dhe zakonisht plastikat, mikroplastikat qëndrojnë dhe tek fundi i detit, pra kjo ajo pjesa e baltës.